Përshëndetje, unë jam Diner Nuredini nga Shkupi. Kam mbaruar studimet e masterit në Universitetin Dokuzeyliul në Izmir të Turqisë, në fushën Financial Economics and Banking. Ëndra ime ka qenë që të punoj në një kompani shumë komshe dhe arrita qëllimin duke fituar mundësinë që të punoj në projektin Diamond of Skopje të Limakut si kontrolluese dokumentesh. Ky është një projekt ku punoj njerëz të kualifikuar, njerëz që kanë arritur suksese të ndryshme në jetën e tyre profesionale, njerëz nga grupa etnike të ndryshme, nga kultura të ndryshme, por njerëz që bashkëpunojnë dhe bëjnë përpjekje maksimale për të arritur qëllimin. Mund të them se kjo është një projekt ku deri tani kemi bërë 200 kontrata, nga të cilët 5 muajt e fundit 2 kontratë në javë, me vlera shumë të mëdha dhe me kompania si nga vendi, ashtu dhe nga shtetet të tjerë, sikur Franca, Portugalia, Serbia, Kina, Turqia dhe tjerë. Përgatisim kontrata në 2 gjuhë, maqedonisht dhe anglisht, dhe nëse kompania është e jashtme, përgatisim edhe në 3 gjuhë. Kemi një atmosferë shumë dinamik dhe korespondencë intenzive si me kompaniet që punojnë në projektin Diamond of Skopje, ashtu dhe me institucionet shtetërore. Për mua është krenari dhe kënaqësi që të jem një pjesë e këtij projekti të mrekullueshëm, për të cilën besoj dhe mendoj që do të jetë me të vërtetë diamanti i Shkupit. Mirë se vini në Diamond of Skopje.